Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Salatat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjëtësie. Gjematlin të nderuar, vëllezër musliman, sonte do të flasim për historinë e Isait a.s. dhe mësimet që I nxjerrim prej kësaj historie. Ndërkohë që dy profetët e Zotit, Zekariaja a.s. dhe Jahja a.s. u vranë, jetonte një pejgamber I tretë, I cili sapo ishte dërguar si I tillë. Pra ishte Isa a.s. Kur u vran Jahjaja dhe Zekariaja a.s., Isa a.s. sapo I kishte kaluar të 30-at. Ai njihet ndryshe edhe me emrin Mesih. Këtë ai e mori për shkak të udhëtimeve të shumta. Ai nuk kishte shtëpi dhe vend të tij. Gjithashtu thuhet se u quajt Mesih për shkak se kur lindi nëna e tij e leu me vaj. Isa a.s. është I lindur apo vetë lindja, vetë ngjizja e Isës a.s. në barkun e Meriemës është një mrekulli nga unë Allahu xhalla shanuhu. Sipas transmetimeve të sakta, Xhibrili a.s. I fryu Meriemës tek e qara e jakës nga pjesa e krahërorit, frym e cila I depërtoi brenda dhe në qast ajo mbeti shtatzën. Allahu xhalla shanuhu thot, ajo mbeti me barë. Meriemja vazhdoi e mbyllur në faltoren e saj, larg syve të njerëzve, derisa filloi të ndjej se ka ardhur koha e lindjes. Atëherë ajo doli nga faltoria dhe eci në një distancë të konsiderueshme, derisa arriti në Betlehem. Allahu xhalla shanuhu thot, u tërhoq me të në një vend të largët. Kaptina Meriem, ajeti I 22. Pak para se të mbërrijë në Betlehem, asaj I filloi në dhimbjet e lindjes. Ajo qëndron dhe mbështetet tek një trung I tharë palme aty pranë. Në një moment ajo dëgjon një zë që e thërret nga poshtë. Disa mendojnë se ai ishte zëri I Isës a.s., pra I djalit të saj të sapo lindur, kurse disa të tjerë mendojnë se ishte zëri I Xhibrilit a.s., I cili buronte nga nën toka. Allahu xhalla shanuhu në kapitullin Meriem ajeti 24 thot, një zë e thirrin nga poshtë. Mos u pikëllo se Zoti yt të ka bërë një burim poshtë teje. Me të hedhur shikimin poshtë, ajo dalloi një burim uji. Edhe kjo ishte një mrekulli që Zoti ia jepte për ta qetësuar Meriemën. Një mrekulli tjetër në ato qaste ishte edhe vetë trungu I palmës, I cili, siç tham, ishte I tharë, pa gjethe dhe pa fruta. Allahu xhalla shanuhu në kapitullin Meriem ajeti 25 dhe 26 thot, shkunde trungun e palmës, që të bien mbi ty hurma të freskëta, hapi dhe qetësohu. Me ta shkundur trungun e palmës, menjëherë filluan të bien hurma të freskëta. Këto mrekulli e qetësuan Meriemën, pasi u siguru se gjithçka që po I ndodhte ishte sipas një plani hyjnor apo sipas një plani që e kishte përgatitur dhe caktuar Allahu xhalla shanuhu. Atë zë të cilin e dëgjoi më herët, prap e urdhëroi që të mos flasë kur të kthehet tek njerëzit e saj, por me shenja t'ju tregoj se është duke agjëruar. Në kapitullin Meriem ajeti 26, Allahu xhalla shanuhu vazhdon dhe thot,
Nëse vëren ndonjë njeri, i thuaj, unë jam betuar në të gjithë mëshirshmin se do të agjeroj, prandaj sot nuk do të flas me askënd. Menjëherë filluan akuzat e popullit ndaj Meriemës, duke i thënë, siç i përshkruan ato akuza Allahu xhalla shanu në Kur'anin e Kerim që ja bën Meriemës, duke i thënë, babai yt nuk ka qenë njeri i keq, as nëna jote nuk ka qenë grua e shturur. Si është e mundur që ti, vajza e ty prindërve të ndershëm, të bësh një vepër të tillë? Meriemja nuk u ktheu përgjigje, por u bënte me shenjë drejt djalit që e mbante në krah. Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin e Kerim thot, ajo bëri me shenjë nga i biri. Ata thanë, si ti flasim ne fëmijës që është ende në djep. Atëherë ndodhi mrekullia tjetër ku Isaia a.s. i porsalindur flet. Të gjithë njerëzit filluan të dëgjojnë gojë hapur. Ai Isai në djep tha, unë jam rob i Allahut, ai më ka dhënë librin Ungjillin, më ka bërë profet dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem. Ai më ka porositur që të falem me të jap zeqat, sa të jem gjallë dhe që të jem i mirë ndaj nënësime, dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm. Le të jetë paqja e shpëtimi mbi mua në ditën që kam lind, në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të ringjallem. Kapitulla Merjem, prej ajetit 30 deri në 33. Edhe pse foshnjë i porsalindur u foli, ata nuk e besuan. Madje e akuzuan për marrëdhënie jashtëmartësore, që atëherë dhe deri ditën e sotme hebrejt e konsiderojnë Meriemën si grua të përdallë, ndërka që Isai a.s. e quajtën djalin e një gruaje të përdallë. Thot Zoti i lartësuar mbi këtë fakt. I mallkuam ata për shkak të mosbesimit të tyre ndaj Isait a.s. Për shkak të shpifjeve të mëdha që thanë kundër Meriemës. Kapitulla An-Nisa, ajeti i 156. Nuk ka asgjë për t'u habitur nëse Zoti krijon dikë pa baba, ndërkohë që ka krijuar më parë Ademin a.s. pa baba dhe pa nën. Këtë e përmend vetë Zoti në Kur'an ku thot, rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit që e krijoi pa baba e pastaj i tha bëu dhe ai u bë. Isai a.s. si profet. Isai a.s. nuk u obligua me misionin e pejgamberit vetëse pasi mbushi 30 vite. Në këtë moshë Zoti i lartësuar i shpalli Ungjillin dhe e zgjodhi pejgamber. Atëherë ai filloi të i ftoi njerëzit në adhurimin e një Zoti të vetëm. Allahu xhalla shanuhu e përshkruan në Kur'anin e Kerim, në kapitullin El Maide, ajeti 46, ku thot, pas atyre profetëve ne dërguam Isain të birin e Meriemës si vërtetues të Tevratit që kishte ardhur para tij, dhe i dham atij Ungjillin në të cilin ka udhëzime dhe dritë, si përmbushjet e asaj që ishte shpallur para tij në Tevrat dhe si udhërrëfim e këshill për ata që i friksohen Allahut xhalla shanuhu. Të gjithë interpretuesit e Kur'anit janë të mendimit se Isait a.s. ju shpall Ungjilli vetëm pasi kishte mbushur 30 vite. Mrekullit e Isaut a.s. Bashkë me Ungjillin si mrekulli, Isait a.s. ju dhan edhe disa mrekulli, si fakte se ishte i dërguari i Allahut xhalla shanuhu të Benu Israilit. Siç thamë, Zoti e pajisi me disa mrekulli që faktonin profetësinë e tij, thot Zoti xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim, dhe do ta caktoj atë të dërguar të bijtë e Izraelit, të cilëve do t'u thot,
Ju kam sjell prova nga Zoti juaj që vërtetojnë profetësinë time. Bëj për ju diçka prej balte në formë shpendi, fryej në të e me urdhrin e Allahut ajo bëhet shpend i gjallë. Shëroj të verbërit e lindur dhe të lebrosurit dhe i ngjall të vdekurit me lejen e Allahut. Ju të regoj qëfar hani dhe qëfar ruani në shtëpit tuaja. Sigurisht që të gjitha këto ka prova për ju nëse jeni besimtar të vërtet. Pra, prej mrekullive tjera shtesë që Allahu Gjellëshanuhu ja ka ofrua, apo ja ka dhuru Isait a.s. vetëm që njerëzit ta besojnë dhe apo që të vërtetohet profetësia, profetlëku, pejgamberlëku i Isait a.s. Allahu Gjellëshanuhu e pajisi edhe me këto mrekulli shtesë. Me gjithë këto mrekulli, Benu Israelit nuk e besonin si profet apo të dërguar të Zotit dhe vazhdonin në forcinë e tyre. E çfarë mund të kërkonin më shumë se kaq, pra si provë. Ishin pikërisht nxënësit dhe shoqëruesit e Isait a.s. ata që i premtuan ndihmën dhe mbështetjen. O besimtar, bëhuni ndihmësit e Allahut ashtu siç u tha dishepujve Isai apo havarjunëve, i biri i Merjemës. Kush janë ndihmësit e mi për çështjen e Allahut? Dishepujt u përgjigjen: ne jemi ndihmësit e Allahut. Kështu një pjesë nga bijtë e Izraelit e besoi, kurse pjesa tjetër e mohoi. Ne i forcuam besimtarët kundër armikut të tyre dhe ata dolën nga dhënimtar. Numri i nxënësve dhe apo dishepujve të Isait a.s. që e besuan, ndërkohë që të gjithë njerëzit e përgënjeshtruan, ishte vetëm 12. Duke qenë se njerëzit i shihnin dhe i transmetonin mrekullitë e Isait a.s., murgjerit hebrin u friksuan se mos feja e tyre do të shuhet dhe vendin e saj do e zë feja e Isait a.s. Ata do të humbisnin njëkohësisht si pushtetin fetar, por edhe atë politik. Kështu ata thurën një komplot kundër Isait a.s. Vajtën të mbreti romak i asaj zone dhe filluan të flisnin mbi Isait a.s. Ata i thanë se Isai a.s. pretendon se është mbret i qifutëve dhe se synon frontin e tij mbretëror. I friksuar nga humbja e pushtetit, mbreti urdhëroi ushtarët ta gjenin Isain a.s. ku të ishte dhe ta kryqëzonin. Aso kohë ishte traditë që kushdo që dënohej me vdekje, mbërthehej me gozhda mbi një kryq dhe lihej të vdes. I dënuari vdiste brenda 2 ditësh nga dita e kryqëzimit. Ngritja e Isait a.s. në qiell, ku dhe ky ajet kuranor apo këto ajete kuranore tregojnë që pretendimet e jahudive dhe pretendimet e të krishterëve se Isai a.s. e kanë mbytur nuk qëndrojnë. Në të njëjtën kohë, ky ajet kuranor e dokumenton se nga ata 12 dishepujt apo havarjunët, njëri prej tyre ishte që e tradhtoi Isain a.s. Allahu xhalla xhelaluhu në këto ajete kuranore thot: dhe për fjalët e tyre që thonë se ne e vram Mesihun Isaun, të birin e Merjemës, të dërguarin e Allahut, por ata as nuk e vran, as nuk e kryqëzuan, por ashtu është dukur, pra ashtu ju ka përngjau, sepse njërin nga dishepujt, kur ju del ushtrisë përpara, të cilët ishin duke e kërku Isën a.s., Allahu xhaleshanuhu fytyrën e tij e shndroi në fytyrën e Isait a.s.
Ata që nuk u pajtuan për çështjen e tij, pasi menduan se e vran Isajin a.s., u zbulua se njëri nga dishepujt mungonte. Ata thanë, nëse e kemi vrarë Isajin, ku është filan dishepulli? Dhe nëse e kemi vrarë dishepullin, ku është vetë Isai? Me siguri që gjendën në dyshim për të, ata nuk kanë ditur kur gjë për të, por vetëm kanë hamendësuar. Ata në të vërtet nuk e kanë vrarë, por Allahu e kanë ngritur pranë vetes. Allahu është i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm. Mësimet që nxjerrim nga historia e Isait a.s., edhe pse janë të shumta, mirë po ne do t'i përmendemi vetëm disa prej tyre. Fuqia e Allahut mbi shkaqet njerëzore. Isai a.s. u krijua pa baba me fjalën bëhu. Shembulli i Isait tek Allahu është sikur shembulli i Ademit a.s. Mësimi nga kjo është se Allahu është i plot fuqishëm dhe nuk kufizohet nga ligjet njerëzore. Mirësia ndaj nënës dhe respekti për familjen. Isai a.s. u rrit në edukatën e Merjemës, të devotshme dhe të pastër, dhe ai më bëri të mirë ndaj nënës sime. Ishin këto fjalët e Isait a.s. Domethënia është devotshmëria lidhet ngushtë me respektin ndaj prindërve dhe familjes. Thirrje në adhurimin e vetëm të Allahut. Isai a.s. ftoi njerëzit në tauhid. Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Pra qëllimi i pejgamberëve është një, thirrja në një Zot të vetëm. Për ulësi dhe sinqeritet në mision. Edhe pse mrekullitë e tij ishin madhështore, ai mbeti i përulur dhe rob i Allahut dhe tha, unë jam rob i Allahut. Madhështia e vërtet qëndron në përulësi. Mrekullitë janë shenja, jo qëllim. Ai shëronte të sëmurët, ringjallte me lejen e Allahut dhe fliste në djep. Mësimi nga kjo është se mrekullitë janë argument për të vërtetën e jo për të arritur qëllimin. Mrekullitë janë argument për të vërtetën, jo objekt adhurimi. Durim ndaj padrejtësive dhe shpifjeve. Isa a.s. u përball me mohues, intrig dhe padrejtësi, por qëndroi i drejtë. Thirrësi në të vërtetën duhet të jetë i durueshëm dhe i vendosur. Besimtarët e ndershëm janë ndihmues të së vërtetës. Dishepujt thanë, ne jemi ndihmësit e Allahut. Feja përkrahet me sinqeritet dhe me bashkëpunim të ndërsjellë. Fundi i mirë i pejgamberëve. Isai a.s. nuk u kryqëzua, por Allahu e ngriti tek ai. Ata nuk e vranë dhe nuk e kryqëzuan, por atyre u përngjau dikush. Pastaj fundi i ajetit është, por Allahu e ngriti atë tek vetja e tij. Allahu mbron të dërguarit e tij dhe u jep përfundim të lavdishëm. Dhëmshuri, drejtësi dhe moral. Kurani e përshkruan si të butë, të mëshirshëm dhe të drejtë në gjykim. Pejgamberët janë model i karakterit fisnik dhe baraspeshës shpirtërore. Ne lutim Allahun xhelle shanuhu që këto mësime, këto këshilla që burojnë nga këto histori të pejgamberëve alayhimus salam, të vendosmi në praktikën tonë, që të jemi më larg të këqijave dhe më afër të mirave, të jemi më larg dënimit në botën tjetër dhe më afër shpërblimit me xhennet në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.